Ja tek jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit me protestë në Tiranë për mbrojtjen e kafshëve. Që mrekullie. Sa keq më vjen që nuk dola dot në protestë. Më raft pika, më është shpirti më të rëzet e ti e ndjeshme për kafshët që puna ime? Jo, e di qa më vjen më shumë keq, kur i marrin qend edhe i mbyllin në një apartament mes 4 faqeve të murit edhe i nxjerrin vetëm për nevoja personale, për të bërë qiqin. Ashtu, a? Po për burri nuk të vjen keq ty që dele dhe shëtit qenin? Për burri nuk më vjen keq fare mua, se unë burri nuk e kam tredhur të keqen motra, se qend, kur i fillon kjo lëvizja e hormoneve, tak! Pastaj më vjen keq, moj, se i japin edhe këto ushqimet me kokra, kështu, këto ushqimet e konservuara, dhe nuk i japin ushqimin e dur për kafshët. Jo, mua, e di për çam vjen keq, për macet e shkreta që të mos i rriten thonjë, t'i presin këtë artikulacionin e parë, atë të bardhën. Bravo, ja, kjo është arsye që unë të dalë në protest për të drejtat e kafshëve. Kjo do t'ishte një arsye tamam. Po mirë, po protesta për njerëzit, apo... Jo, njerëzit vetëm kur kanë halle vinë këtu tek gjadat. Ja, ma kap qik njërin ti tani që ka dhënë 2 trarë në mes të Tiranës. E ndjekim. Në redaksinë e emisionit Gjadat ka ardhur një denuncim nga një qytetar i cili ankohet se në këtë lagje shikoni pas meje është vendosur një tra në zonën publike. Le të shkojmë ta shikojmë nga afër. Pasi që shikojnë në rrugën tashmë nuk mund ta zhvillojmë me makinë, por do të ecim me këmbë sepse kemi të vendosur këtë traun këtu. Pas këtij trau i cili është vendosur në këtë zonë, shohim që kemi këtë tabelën e ndalimit të parkimeve. Të ecim deri në fund të rrugës për të parë nëse këtu ka dalë nga kjo lagje apo jo. Do rritem në krahun tjetër të kësaj zone, shikojmë që edhe këtu që ka vendosur një tra tjetër. Kush e ka vendosur këtë? Gjithë banorët, po 40 asambleja u mblodhëm dhe banorët si të e bëjmë se kishim madhë malë. Kime ke pesë. Bashkimi keme bëm djeni, nuk e ditë një. Ne morëm vendim se s'mati një regull tu dhe e bëm regullin vetë, që dhe bëjmë, u mblodhëm. Qa regullin nuk mbanin tjerës? S'kishin banorët zonës të fare, s'kishin dhjeve fare dhe unë s'kishin... Vini parkonin këtu? Po, parkosin këtu. Pra, i keni marrë lejet gjitha për të gjërë? Le nuk e di se sa morëm me këtë punë. Që se do vi unë të kalem me makinë? Aty e ke qenë që të rabin kush ka punë do hytë dhe davi. Po si me qelës? Butonet me aty e kanë, një buton e lenë aty, një njeri dhe e apë. A pushtohet e traun aty? Ja kushtohet, vetë që këto banorët. Pa, unë s'vi do të kaloj këtu të marrë këthesën. Na këmë thuj, mu da të qeka, pa. Po e asë gjithë ju unë. Qa të bëjës? Ka tjetër aty ke, sa të dush. Pa mund gjej banor tjetër? Po keme sa të dush të hapi, kush ka nevoj. Si mund privatizoni një lagje ju këtu? Pa leje? Ne s'kena lënë asi njeri pa, që ka qenë banor tu pa hy mrena. Ke njeri në tatë se cili ka qeltin e vetë, vita hapa. Po ja nuk më pret moj, thot shko afër shtëpisë të rri prit aty, unë sy do të? Ja mund, do më thush mu, o qonë, pa. Ta pusi qik makine se kam një pa urdhva ujës. Jam shumë dakord me ju, që vjen dikush tjetër dhe ju ze vendin afër shtëpisë tënde. Unë e ka pasur makine ke presë, për të zgjesha ben. Për këtë gjë duhet marrë lidhje në bashki. Morë bash, për kena vënd një dhe një në pusat, mas lejës dhe shkojmë, mas morëj pusat dhe shkojmë. Këtë trarën jemi mbledhur gjithë si banorë dhe kemi vendosur që të vendosim këtë trarë se kemi pas shumë ankesa nga banorët për parkimet edhe kjo është rasti. Pra kemi vendosur ju si banorë gjithë jeni mbledhur? Jo, jemi mbledhur dhe kemi vendosur të vendosim një trarë për parkimet me që jemi rezident. Në këtë lagje sigurisht që ka edhe të moshuar. Dhe padyshim që nëse në orët e vonë do të vi një ambulancë, si do ta hapi këtë? Ose qoftë edhe një patrullim policie. Në qoftë se nuk do të marrë leje nga banorët, ata nuk mund të hyjnë dot këtu. Ja, kjo është historia e shoqërisë njerëzore. Vendos tjetri një gardë aty, tjetri një tra edhe ja ku u bë prona private. Kjo tamam është teoria e Marxit, Atere, ku ishte koha e bashkësisë primitive. Si, pse bashkësi primitive ishim ne kur vendosëm gardën bathore, te këneta Durrësit ose në Lushnjë? Po tash në një farë mënyre po. Komunizmi ishte bashkësi primitive. Nisi, aman, mi lërë këto filozofia, që po t'jetë për filozofi, mjeshtër kemi Arlin Qorrin, po më thuaj pak me këtë trarin që bëhet. Trari funksionon Bashkia e Tiranës edhe pse Lali është në Durrës. Që bën Durrës, Lali? Shi, bën postime në Facebook, ose për qenë me sakt, ripostime në Facebook të fotove në kohën e lavdishme. Kur i në Durrës?
O, që tash se s'ma nxit goja. Ja të shohim njërë se kemi kapur policinë bashkiake. Ju bëj një pyetje, kjo lagja këtu, janë ankuar disa banorë që janë vënë 2 trau, një në hyrje dhe një matan. Një ndihni ju këti trau, mund të privatizohet kjo lagja këtu? Ja. Mund të shkojmë të verifikojmë pak? Po që të verifikohet ajo duhet jetë inspektori i zonës që ajo është ndjenjë se është ndjenjë. Ne na duhet të mbështetse dhe nuk e dim, nëse i ka ardhur si ankesë inspektori atë zonës që mbulon zonën. Ne na ka ardhur një ankesë në redaksinë e emisionit gjatë. Këti Ne ankesë na thënë që tu është vetë trave, normalisht ishin vetë 2 tra. Pra, banorët kanë thënë, më thanë në kamera që e kemi bërë ne vetë si banor, ne i mbledh një komunitet i caktuar, edhe e kemi bërë me pult traun që kalon aty. Por logjikisht si bie, ligjërisht, a lejohet aty privatizohet lagja? privatizim jo. Por si ankesë ato duhet ta bëjnë në policinë bashkake. Ju mund ta bëni verifikim me mua? Si do mund të adresojmë të problem në bashki ose në polici? Për momentin do të ta dim, sa dhe ne nuk e heqim dot forcërisht. Duhet njoftuar edhe DPN-ja për heqjen nëse nuk është e pajisur me dokumentacion. Është dhe trau tjetër më tanë? Nuk e prezentu si gazetarit, unë jam banor i kësaj lagje. Kushto si gazetar? Sot po luajn fëmijët, çiç janë fëmijët, duke luajtur sot. Ke beçur këtu. Tani ja thuj ti. Ja, e di shumë mirë. Po me leje kjo? Ha? Po me leje? Me leje është. Me leje? Me leje po. Nxjerri pak dokumentat shefi. I ka çfu ka vetyr me kur ti shefi jap shefi do. Nëse e kanë vënë si komunitet që banojnë këtu. Tash unë do t'ja raportoj sallas operative, të njoftohet DPN-ja, inspektorati i zonës, ja kalova sallas operative, do ndigjet nesër nga inspektori i zonës, bashkëpunim me DPN-n, punëtorët e saj do hiqet nëse nuk ka dokumentacion. Pas verifikimit që bën ditën e djeshme me njëri nga punonësit e policisë bashkiake, ditën e sotme do të shkojmë tek ky institucion për ta pyetur se çfarë konkretisht do të bëhet me 2 trarët që janë vendosur në atë zonë. Kontaktuam nga një gazetar dhe fotoreporter i kanalit MSN, i cili kishte marrë një shqetësim nga banorët e një pallati për një trarë që ishte vendosur në rrugës. Dhe a janë pajisur me leje për kasa për vendosur një trau. Grupi Gatshëm janë përgjigjur se nuk kemi djeni për traun, është i pajisur me leje për kasa apo jo, domethënë. U adresuan tek zyra ankesave pranë Bashkisë Tiranë për të marrë një përgjigje me shkrim. Domethënë do ta bëni një ankesë me shkrim pranë Bashkisë Tiranë. Tek zyra tek ta. Ju su adresuam aty ne. Sepse ne edhe i është lënë për ndjekje inspektorit njësisë. O Flor, ke njoftuar më tën atje? Si quhet kompleksi aty ti? Okej, është njoftuar më tëja. Okej. Kompetenca jonë është konstatimi në vend kur duke bërë punime, nuk është mbrapa. Nëse ka marrë punimet, merret inspektori i teritorit. Kjo është delegu tek imëtëja? Po, është bërë me shkresë. Pra pritet që të merret merr mosa imëtëja. Po. Kështu që do kalon tek inspektori i teritorit, çfarë kanë bërë ato më tej. Në lidhje me 2 trarët e vendosur në lagjen Fatbart Pikaloshi, ne do të shkojmë tek imëtëja për të marrë një përgjigje prej tyre se çfarë kanë bërë konkretisht me këtë rast. Policia bashkiake, edhe djeka... E ka referuar tek ne? Po, e ka referuar tek ju. Policia bashkiake, gjejmë dot në numër protokolli, a ka një ankesë në lidhje me këtë rast? Tani po na bëni ju me dije, kështu që edhe ne të shikojmë numrat e protokollit tonë që të mund të japim një përgjigje. Mund të shkojmë verifikojmë në terren. Deri me datën e sotme nuk na rezulton asnjë ankesë. Sapo ishim tek policia bashkiake na tregoi që këtë problem kemi 10 ditë që është adresuar nga bashkëqeverisja për tek imëtëja. Se nuk kam asnjë fare ndjeni kësaj rasti, po mirë, okay. Asnjë inspektor. Unë po e vendjeni tani këtë rast. Patjetër. Tani po prap do ta ndjekim, tani që po na vini ju ndjeni. Ne s'kemi informacion mbi këtë fakt fare. Domethënë kur mund të ndiqet, që edhe ne të... Sa më shpejt jetë mundur do ndiqet. Tani ti thrasim gazetarët na apo të vazhdojnë të rinë atje këta? Po, thuaj atij Tersidit gazetarit se ai u mor me këtë temën të vi se trau u hoq. Tani e kemi të verifikuar ne që u hoq trau apo mi se mos vetëm e kanë ngritur? Po që se ke keq të dalë njërë, se në qoftë se ata i kanë lënë ato 2 betonat e mëdhenj aty edhe vetëm e kanë ngritur, kjo nuk quhet zgjidhje. Po pra, e ta shohim mirë. E ndjekë. Normale, jemi në fushat. Tashi, kujt ja prishin këta? Banorëve që duan që ta heqin traun, apo atyre që e kanë vënë traun? Tashi, deri në ditën e votimit e kemi lënë pending
Pastaj, me tra, me shufra, me qatë tjetë. Ose mund edhe ta rikthej sërish traun. Nuk di gjane na juaj tha për këtë. Do rim, do presim, do shikojmë se qa do ndodhi. Ndërkohë kemi ardhur në fund të emisionit për mbrëmjen e sotme. Ne do takohemi sërish nesër mbrëma e duke ju uruar një shikim të këndshëm të programeve në vazhdim, ju themi natën e mirë. natën e mirë.